Po faktikisht me sa kom po unë, ndoshta në aspektin e statistikave nuk e di, po njerëzit prap kanë fillu me ble ari edhe që është diçka e mirë, sepse është një kapital që e ki në shpe dhe gjithmonë mundet me të gjindë në kohë të vështira. Edhe ari është një farë bitcoin im duket. Ha? Që përgjesh, Vlera në treg besoj që sidomos për ori ka qenë bajegi stabile, po edhe unë dishta më ndërlidh me faktorët makroekonomik për momentin, që si që është për shembull depozita, tregojnë se vitet e fundit, sidomos gjatë këtij viti, numri i vlera monetare në depozita ka fillu me ra, gjë që është një faktor shumë i mirë, konsideroj në disa aspekte për arsye që ne si shoqëri jemi duke menduar ma shumë në investim, se sa në kursim. Përkundër viteve, edhe pse kanë qenë pandemi, do më thonë kanë qenë shifra marramense të depozita, tani për tani ka ra kjo vlerë, që tregon që ne si shoqëri kemi filluar të shohim më shumë paron si mjet investimi, në njëkohësisht edhe kushtet, do më thonë, që kanë fillu me qenë pak më të favorshme për ekonomitë familjare kosovare. Do më thonë, këtu kur jem të kursimi dhe të investimi, unë e kisha po pak ma ndryshe, nëse për shembull në një periudhë një vjeçare neve na duhen disa mjete për shfrytëzim, atëherë ne duhet ta zgjedhim kursimin, sepse i kemi mjetet më të sigurta në mënyrë që për shembull një pagesë për një kolegj ose